Thot, selam aleikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dikush thot, shumë gjunaje kum bo, kum tepru me gjunaje, andaj spendohem se nuk më pranon Zoti, thot. E ka që këtë bindje. Shuno, a i ke poga, do thot në islam. Se cilën vepër shka dojna më nisë, qyshe nisna, Allahu Ekber. Kur hina namaz, Allahu Ekber. Kur e thina ezanin, Allahu Ekber. Kur e gjujna gurin, Allahu Ekber. Kur e prejna kurbonin, Allahu Ekber. Që dhe thonë Allahu Ekber? Allahu është ma i madhe. E ta është du të bja parashtru e pyjtje këti vlavit. Allahu është ma i madhe, a gjunahi jotë është ma i madhe. Dhe thotë gjunahi jotë nuk mundet me ka përcije Mëshirën e Allah. Mëshirën e Allahu të gjithar. Për këtë arsye pra, nëse robi ka gjunahin sa shkuma e detit, edhe kthehet e Zoti i vet, me pendim Allahu të gjithar e mëshiron. Për këtë arsye pra, nuk duhet me hub shpresën kur me thonë su falë më Allah. Ku e di ti që si të falë? A ke pas punë në Zoti? S'ke pas punë. Kur kun nuk shkruan. Kur kun nuk shkruan. Duhesh me pas mendim të mirë për Zotin. Për atë arsye se ka në një hadith el Kudsi, që kanë thonë, ene inde dhanni abdi bi, që kanë thonë, unë jam të mendimi i mirë i robit tem. Ti pra duhesh me pas mendim të mirë për krijuesin tanë. Pse? Me di se krijuesi jot është shka falë shumë, edhe atëherë me li pendim, Allahu të gjithar na fali çka të gjithë. Amin.